Të dashur shqiptar, sot do të ham një akullore së bashku. Do të festojmë monumentin e burrit, kështu quhet. Është një ushtar i lirë, është varrosur me nderime të mëdha, sikur të ishte ndonjë perëndor. Mund të ketë qenë ndonjë senator i fuqishëm. Është varrosur në Azinë e vogël, në Turqinë e sotme. Dhe shqiptarët në Turqi duhet të gjejnë të gjitha këto monumente dhe të vënë lula aty. E them seriozisht. Amerikanët e kanë zbuluar monumentin e burrit. Unë them që të ngrem një monument të tillë në Shqipëri, në vend të babait të Mitsotakisit, të zhdukim të gjitha bustet greke dhe të ngrem me shënimet që kam gjetur unë, të mbledhura në universitetet amerikane, monumentin e burrit. Ky është një moment shumë i lavdishëm. Teksti është i tillë: për shpirtrat e ndjerë, Aurelius Burris, ushtar i legjionit të 11 Klaudian, i cili shërbeu për 22 vjet. Aurelius Auluzanus ngriti këtë monument si trashëgimtar i tij për të merituarin. Dhe sot do të mësojmë që fjala meritoi vjen direkt nga latinishtja në shqip, sepse shqiptarët kanë qenë ushtar romak. Monumenti i burrit. Dokumentin e kam përkthyer anglisht, shqip, mund ta përkthej në çfarë gjuhë të doni. Të gjitha unë i vë poshtë filmit. Përdorini falas. Nuk dua asnjë shpërblim. Vetëm ngrini monumentin e burrit. Si do ngrini këtë monument? Merr një gur, shkëmbi, dhe shkruani këto fjalë që do i gjeni poshtë filmit. Ky është monumenti i burrit. Do gjehet pas 2000 vjetësh dhe do provohet që kanë banuar Ilirë në Shqipëri. Ne jemi Ilirët, e kuptoni apo jo? Në Shqipëri nuk ka monumente të burrit sepse grekët i kanë zëvendësuar monumentet ilire me baban e Mitsotakisit në shekullin e 21. Është e vërtetuar kjo. Këtë e kanë bërë në shekullin e 8 para Erëson, në shekullin e 5 para Erëson, në shekullin e 3 para Erëson, dhe madje thonë që ne nuk kemi fare nga Iliria, megjithëse Iliria është në të gjitha dokumentat romake dhe greke. Ne jemi të ardhur këtu, thonë ata. Moment, i dashur greku, a e diti mjalt ngrënës grek, që unë kam gjetur fisin Ilir, bouroi, që shqiptohet sot në helenisht vuri, sepse bëja në greqisht është bë. Ky është fisi buri. Fis. Thrak, Ilir, ku të sëmës çrën si ka. Është emër shqiptar, bouroi. Pra, është emër mashkullor, ky është në shumës, dhe duhet ishte në greqisht bouros, edhe në shqip është buri. Ta shikojmë bashk se Drilonis është greku, ati i pëlqen Driloni, grekut. Greku në vend që të haj akullore mendon vetëm për Drilon. Ti marr. Unë nuk e kam përdorur fjalën Drilon kur në jetën time. Nuk kam shar dikë. S'mban mend njëri që ti kam thënë një fjalë të keqe në shqip. Mi po në çdo film e përmend fjalën Drilon sepse këtë përmendin grekët në çdo dokument. Ata janë Drilona ngrënës. E kuptoni apo jo? Greku nuk i shkon ushqimi, po nuk provojnë çik garushden e Drilonit. Ati çdo gjë duket Drilon, edhe Kastraveci, edhe Preshi, akulloria, grekut i duket Drilon. Ne na duken perime, ushqime, fruta.
Greku është i smur mendor, e kupton apo jo? Është fatkeqësi thjesht grek. Tani ta shikojmë sepse është në latinisht dhe në shqip, të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, sot jam bindur përfundimisht që Beleri, Barka, këta shqiptar që i thonë vetes grek, plus të gjithë grekët e sotëm, janë të smur psiqik. Se si mund të jenë të ardhur shqiptarët, kur gjendet fisi i lirë në Greqi, Bouroi, që në numrin 1 do të ishte Buros, dhe gjendet ky si emër i një ushtari romak nga Iliria, Aurelius Buris. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Ky është përkthimi në anglisht. Tani të gjitha unë kam të marra nga universitetet amerikane. Pra jam shumë e fat që sot ka dalë kjo në internet dhe unë menjëherë duke përgjuar aty, një ta marr, një ta vjedhur të dashur shqiptar dhe nuk më mbetet fare merak, dhe është në Shqip për shpirtrat e ndjerë Aurelius Buris, ushtari legjionit të 11 Klaudian, i cili shërbeu për 22 vjet. Aurelius Auluzanus ngriti këtë memorial si trashëgimtar i tij për të merituarin. Dhe këtu është shpjegimi hap pas hapi, dis manibus. Kjo është një shprehje në të gjitha varret romake, që do thot për shpirtrat e ndjerë, shpirtrat e të vdekurve, përdoren në çdo gurvari romak. Aurelius Buris, do më thënë buri, shqiptar. Pra atë zot që është në qiell, është gjetur ky fis në Greqi. Dhe unë kam thënë që gjuha shqipe ka lindur në Greqi, po s'më beson njëri. Këtu është legioni i 11 Klaudian, viti 22, do më thënë ka shërbyer 22 vjet. Posuit memoriam, do thot ngriti këtë memorial, është emri dhe emri babait, një lloj si në zakonin e mirditës që emri babait bëhet mbiemër. Pra, këtu kemi fjalën bene merenti, do të thot mirë, dhe merenti e merituar. Është një lloj si italishtja, bjen latinishtes, dhe një lloj si shqipja, i merituar, merenti. O Zot që je atje në qiell. Pra, kjo është arsye që fjalët në Shqip vijnë nga latinishtja, sepse shqiptarët kanë qenë ushtar në perandorinë romake, more, kuptoni apo jo? Kjo është arsye që kemi fjalë të latinishtes në Shqip. Tani ja tregon kjo që populli shqiptar është popull latin? Jo. Edhe mbi shkrimet helene në Shqipëri nuk tregojnë që jemi popull grek. Tani u binda. Pra siç ka mbi shkrime latine, ka mbi shkrime greke në Shqipëri. Populli është buri. Pra është autokton. Për fat keq, Neritan Ceka ka të drejtë. Emrat janë shqiptar. Po mirë po, këta shqiptar flisin një dialekt helen. Këtë nuk ma hiqni dot nga mendja. Jam i bindur përfundimisht sepse fisi buri është gjetur në Greqi, jo në Shqipëri. Aurelius Buris, shqiptar i pastër. E sigurt, fisi buri, ose Bouroi në greqisht, vuri shqiptohet sot, fis Arvanitas, i pandryshuar fare. A nuk është e tmerrshme që toponimet shqiptare janë në Greqi dhe unë kam gjetur 4000 toponime shqiptare. Në qoftë se i doni të gjitha, unë duhet të gjej mbështetje financiare nga ndonjë shqiptar i pasur, sepse duhet ta lë punën, të shkoj pra në Greqi, të shkoj në Kalabri, në Itali, të shkoj në Sicili, të takohem me arbresh, të gjej fjalë të ralla, fjalë të shqipes së lashtë. Pra, të gjitha zbulimet e mia janë epokale, dhe është Aureli Buris. Çmenduri. I fisit buri. Legionar romak. Dhe meritoi është në gjuhën latine. Tani,
Është fatkeqësi që turbo albanëve ju duket sikur fjalët e latinishtes vinë nga Shqipja. Tani kuptoni që janë të gjithë të çmendur përfshi dhe Jevgën nga Pradeshi. Pra, përderisa kemi ushtar shqiptar në ushtrinë romake, gjuha shqipe ka ekzistuar pra që në momentin kur është krijuar Roma pra. Dhe kur u pushtuar Shqipëria nga romakët, ka patur shqiptar në Shqipëri, por flisi një dialekt helen. Këtë e kam të ngulitur në kokë, sepse jam i bindur me fjalën ho brindos, që është emri i brindizit, ka kuptimin koka drerit dhe në Shqipëri është bërë brini. Por në gjuhën mesape është brindos, pa ho të trajtës së shquar. Është e padiskutueshme. Fjala bile, vajzë, është në gjuhën mesape. Po gjuha mesape ishte gjuhë helene. E sigurt, zbulimi im, është dialekt helen. Është folur në Mesenja, në Spartë. Dhe mesapët kanë patur qytetin e tyre në Mesaplik, në Vlorë. Është dhe sot e kësaj dite. Dhe Mesapia do thotë mes të ujrave. Pra nuk është Pellazgjia, është Mesapia, o koktull shqiptar. Shkuptim ka Pellazg, Mesap, nga fjala Mesi dhe Mesenja, në mes të Greqisë, në zemër të Greqisë. Mesenja, vendi Mesapëve. Ju faleminderit, fisi i bukur Buri, dhe bëni një monument, merrni një gur, një shkëmb, dhe vini aty fjalët e këtij filmi, që unë i vë poshtë filmit të gjetura në pllakat e varrit të ushtarit romak. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Fisi Buri, bukuria e burrit, a? E kush është driloni këtu? Grekët janë drilon sepse ata përdorin këto fjalë. Ne nuk i përdorim. Ne jemi madhështor.